Kalimi i një mjeti të tipit furgon për të kaluar në vijën e dytë të kontrollit më të imtësishëm në pikën e kontrollit kufitar në portin e Vlorës ka shkaktuar më pas dhunimin e një efektivi të policisë së kufirit dhe migracionit në Vlorë. Efektivi ka qenë në krye të detyrës kur 3 persona administrator të një linje e cila kryen transportin drejt Italisë dhe më pas në vendet e tjera të Europës kanë filluar ta kundërshtojnë fillimisht me fjalë dhe më pas ta fyejnë dhe shajnë duke përfunduar deri në dhunë fizike ndaj tij. Duke kundërshtuar kontrollin e imtësishëm të furgonit, administratorët kanë nisur të godasin punojësin e kontrollit duke mos pranuar dhe lejuar diçka të tillë. Pas dhunës fizike, punojësi ka marrë disa plak në trup dhe fytyrë ku është dërguar për ndihmë mjekësore, ndërsa 3 persona të cilët e dhunuan janë shoqëruar në polici. Në komunikatën zyrtare për media, Policia e Vlorës bën me dije këtë të mërkur se specialistët për hetimin e krimeve në Policinë e Vlorës, në bashkëpunim me oficerin e prokurorisë, arrestuan në flagrant shtetasit SS 23 vjeç banues në fshatin Babic, LC 29 vjeç dhe EF 39 vjeç banues në Vlorë, pasi përgjatë të martës, rreth orës 15:30 minuta për motive të dobta, kanë goditur me grushte në ambientet e terminalit të portit detar të Vlorës, një punonjës të kufirit dhe migracionit gjatë detyrës së këtij të fundit. Materialet procedurale për këta persona i kanë kaluar tashmë prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme, pasi ndaj këtyre shtetasve rëndojnë disa vepra penale. Vepra penale këto të kundërshtimit të punojësit në krye të detyrës apo dhunë fizike për motive të dobta.